Se çdo djegje e lëkurës, të cilën ne e përjetojmë gjatë jetës, shkatron do të thotë ODN-n e qelizës në nivelin e lëkurës, edhe e ndryshon, do të thotë e shkatron, do të thotë qelizën në thelb, në ODN të saj. Nëse këto do të thotë i mbajmë nën kontroll edhe keratozat aktinike, atëherë nuk kemë me pas problem, do të thotë një progredim të tij në kancer të lëkurës. E dyta, nëse e rastisim, do të thotë një fazë të hershme të karcinomës spinocelulare apo bazocelulare në fazë të hershme, atëherë me njëherë, do të thotë atë pacient e dërgojmë në kirurgji plastike apo maksilofaciale, në varësisht prej pozitës se ku është lajmëruar, do të thotë ai lloj i kancerit të lëkurës, edhe ai ndryshim hiqet prej lëkurës me një anullë dhe nuk ka asnjë lloj rreziku për më vonë. Ai ndryshim më pastaj shkon te histopatologu, bëhet do të thotë histopatologjia e ndryshimit dhe e dim me saktësi se cili lloj i kancerit të lëkurës ka qenë. Do të thotë deri këtu jemi shumë në teren të sigurt. Mirë, po nëse do të thotë rastisim karcinoma të cilat persistojnë një kohë të gjatë në sipërfaqe të lëkurës, qoftë bazaliom apo spinaliom, të cilat progredojnë, do të thotë duke gryer në thellësi, se më së pari do të thotë e kemi njollën gjyrkafe, më pastaj kemi një erozion të lehtë, pas asaj kemi do të thotë thellim në të gjitha shtresat e lëkurës, më pastaj kalon do të thotë në indin diamor, më pastaj kalon në eshtra, do të thotë kërkohet për një zhvillim të tillë, zakonisht duhet të kalojnë shumë vite, do të thotë ai person duhet për një kohë të gjatë mos të jetë lajmëruar te mjeku fare, ose mos të është kujdesur për atë proces fare, kështu që në fazat më të vonshme nëse rastisim, e kemi më shumë probleme qoftë për operimin e atij procesi, qoftë për shpëtimin e jetës së tij. Po, domethënë shumë e rëndësishme që gjitha shenjat paralajmëruese t'i kushtojmë vëmendje mos t'i neglizhojmë, sepse lëkura si organ është shumë falenderuese, sepse në lëkurë ne i shohim ndryshimet. Po ashtu edhe kanceri i lëkurës është, do të thotë, mund ta dallojmë më herët se çdo lloj të kancerit tjetër i cili zhvillohet nëpër organet tona tjera, sepse lëkurën ne e shohim, çdo ndryshim të lëkurës mund ta dallojmë.